Fundi I epokës së televizionit. Kur në vitin 2010 u thash kolegëve të mi, televizioni mbaroi, askush nuk më besoi, por me kalimin e kohës u bindën edhe ata. Madje sa më shumë ecin përpara dhe aq më shumë bindeshin. Dhe sot do t'ju tregoj disa fakte të pakundërshtueshme që televizioni ka kohë që ka përfunduar, por disa nuk e kanë kuptuar ende. Ndiqeni me kujdes, kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Në vitin 2010 bëra emisionin e fundit, pra programin e fundit ku më mora pjesë në Rai. Ishte një program televiziv I quajtur Rakomandati. Dhe ishte emisioni I fundit që kryeva, për shumë arsye e lash televizionin dhe për shumë arsye vazhdova në një rrugë tjetër. Tani, pse e them këtë? Sepse në radhë të parë njëre kisha kuptuar që televizioni kishte marrë fund. Pra, ishte momenti që në vitin 2010 po flasime, por ishte akoma fillimi dhe askush nuk e kishte kuptuar mirë. Sot kanë ndryshuar gjërat dhe shumë njerëz nuk e kanë kuptuar, thash do t'ju tregoj fakte të pakundërshtueshme, më ndiqni. Dhe fakti tjetër ishte që kur e lash ishte sepse dëshiroja që të futesha në studime alternative dhe të kuptoja botën. Gjithsekujt I ndodh diçka në jetë, ishte një moment vërtet kompleks, ndodhen disa gjëra që nuk I kam thënë kur dhe nuk kam për t'i thënë, ndoshta kujt dihet një ditë, por nga ai moment fillova që të kërkoja. Duhet të kërkoja vetë sepse askush nuk mund të më jepte përgjigjet. Dhe fillova me emisionin Enigma, pastaj në vitin 2011 e kështu me radhë. Dhe sot gjendemi këtu. Por thash, do t'ju tregoj disa fakte të pakundërshtueshme që televizioni ka mbaruar. Atëre, pikë së pari, sa njerëz, sa prej jush shihni televizion? Kush prej jush sheh televizion? Në radhë parë njëri, pjesa dërmuese për shembull nëna ime, e shikon vetëm sepse I bën shoqëri, thot. Pra nuk e shikon shpesh. Ajo sepse nuk ka telefon. Por që të gjitha programet televizive, dëgjojeni këtë, të gjitha programet televizive shihen më shumë në rrjetet sociale se sa në televizion. Është e barabartë parafërsisht 72%, parafërsisht, ka edhe më shumë, ndoshta edhe 80%, po 72% e shikojnë në rrjetet sociale. Çdo thot kjo? Për shembull, një emision televiziv që del për shumë në orën 5 pasdite, apo në darkë, ndoshta, të gjithë e shohin, po thuaj këta 70% e shohin në rrjetet sociale. Pra nuk e shohin aty live në televizion në ato orë, por e shikojnë më vonë, ose në YouTube, ose në TikTok, ose në Facebook, me fjalë, nuk e shohin atje. Dhe ky është një fakt I pakundërshtueshëm. Janë statistika ndërkombëtare këto. Por do t'ju them dhe diçka. Kur lindi televizori, pra fil, si quhej ai, fil Farnsworth, mos gaboj, ai televizori I parë në 7 shtator të vitit 1927, askush nuk e kishte menduar që televizori do kishte bërë një zhvillim të madh, pra me anë të telefonit, jo televizori. Dhe në vitet 1990 një tip I quajtur George Gilver, një gjë e tillë, kishte thënë që televizori do t'jetë ndryshe në të ardhmen. Nuk do t'jetë kështu siç ishte, po thoshte në vitet 1990, ai thoshte për telekompjuter, parafërsisht. E quante telekompjuter. Tani, pse quhet telekompjuter? Sepse në një të ardhme do t'jetë një bashk. Në vitin 1995, pata, e kam thënë njërë këtë, por dua ta përsëris prapë, pata shansin që të punoja për një, në 95-ën, për një zotëri nga Zvicra, që kishte një vilë këtu në Itali. Dhe punova atje për disa 3 vjetë. Dhe ai ishte drejtori I të drejtave publicitare të futbollit botëror. Dhe tha një gjë. Tha, unë nuk dua t'ja u jap këtyre, sepse ishte periudha që kërkonin Murdoch, Berlusconi dhe gjithë këta kërkonin të drejta televizive të futbollit. Sepse po të marrin të drejtat televizive të futbollit, televizionin do ta bëjnë me pagesë. Mirë po, me dashje po pa dashje, ai u detyroi që t'ja u jepte firmën. Dhe e çuditshmja është që përveç asaj që u bë me pagesë, pra një pjesë e madhe e televizionit në atë kohë, por me kalimin e kohës u bë diçka tjetër me pagesë që ai nuk e dinte se kush ishte. Dhe tani po ja u them. Në vitin 1997 u krijua një shoqëri e quajtur Netflix, që sot shumë prej jush shohin filma në Netflix.
Merreni me mend që kur lindi ky sistem, pra që të shohin këto filma në këtë forum si shohin tani, nuk ishte menduar. Dhe po të futeni në për rrjetet sociale, askush nuk e thot këtë, që nuk ishte menduar në këtë forum gjoja, por ç'është e vërteta ishte menduar eksaktësisht kështu. Pra ishte menduar që në vitet 90 që televizioni duhet të ishte në këtë forum si tani. Çfarë do të thotë kjo? Që të jetë me pagesë, pra i drejtuar dhe me pagesë. Ai shoku, ai që ku punoja, pra ai zviceriani që kishte vilën këtu në Itali, ai diçka kishte kuptuar, por nuk e kishte kuptuar mirë se përse bëj fjalë. Pra këta zotërinjt kishin investuar që në vitin 1997 dhe sot doli në vitin 2015 doli një ligji i privacyt. Ç'do të thotë ligji i privacyt? Ligji i privacyt nuk është për ty dhe për mua, jo. Ligji i privacyt është për ata që kontrollojnë. Sepse me anë të ligjit të privacyt, ata të gjitha këto rrjetet website-et që ti shikoje filma pa lek i hoqën. Ti tani nuk të shikosh dot. Janë shumë pak tani. I lën disa akoma, por janë reduktuar jashtë mase. Me bile Cult-Fair, që është një nga shoqëritë më të mëdha në botë që kontrollon çdo informacion që është e Google-it, nuk është se nuk mundet që t'i mbyll. I mbyll, por mbyll vetëm disa, ato që i intereson më shumë. Sepse shumë prej këtyre pagojnë. Pastaj, nëse çdo gjë është e pastër, rregull dhe çdo gjë, ku do të vjedhin ata që vjedhin? Kështu që e lën të qëllimshme një pjesë. Megjithatë doja t'ju thosha që një pjesë e madhe e televizionit u bë me pagesë. Dhe atë që shihni ju sot, pra çfarë shihni ju, telenovela apo programe tjera, janë banalitete. Me fjalë janë ato që njerëzit mund ja u lënë që të shikojnë, por shumë shpejt edhe ato do bëhen me pagesë. Pse? Sepse do bëhet televizioni me pagesë, gjithë televizioni. Pra, nëse dikush mendon që këto janë teori konspirative, nuk është kështu, sepse janë menduar që më përpara, vite që u themeluan në vitet 90, por ishin menduar që më përpara. Pra kush na i fali teknologjinë, ata që qëndruan, ata që ishin pas që e organizuan teknologjinë, sepse duhet të dini që teknologjia na u fal në vitet 800 filloi, gjithë teknologjia duke filluar nga makinat, trenat, telefonat, kompjuterat e tjerë, sepse njeriu jetoi në skëterë për vite me radhë dhe pastaj papritur u bë ai që jemi sot, me hyrë në një avion, me fjalë duket çdo gjë normale sot, sepse ti e përjeton këtë çdo ditë dhe duket normal. Pra televizioni ka mbaruar prej kohësh, sepse televizioni, pra gjithë kanalet televiziv, ne i shikojmë në rrjetet sociale. Dhe rrjetet sociale janë ato që mbajnë popullin nën kontroll, sepse dhe edhe ato me kalimin e kohës do bëhen me pagesë. Mbajini mend këtë. Pra, të gjitha rrjetet sociale, çfarë shikoni, YouTube, edhe emailët, çdo gjë do bëhet me pagesë, sepse kush kontrollon është e ka projektuar, le të themi, e ka projektuar që të jetë çdo gjë me pagesë. Po ta shikoni, çdo gjë që na rrethon është me pagesë. Jo vetëm shtëpia, jo vetëm makina, jo vetëm taksa, jo vetëm uji, dritat, çdo gjë. Do thotë njëri nga ju, po mirë, këto ujin ta ka dhënë Perëndia. Apo jo. Dhe dritat, për shembull, edhe energjinë, ka njerëz që e bëjnë falas, e bëjnë me anë të rrezeve të diellit apo në forma tjera, por ti nuk mundesh që ta përdorësh atë, sepse duhesh që të lidhesh se s'bën me anë të energjisë së shtetit, sepse thonë që është me rrezik nëse ti e bën vet dhe duhet me se s'bën të lidhesh me ata. Dhe çfarë bën? I pagon taksat. Nuk e dini apo jo. Pra, për ata që mendojnë që televizioni është me një fjalë siç ka qenë dikur, gabojeni. Unë e kisha parashikuar që në vitin 2010, por nuk i dija të gjitha këto informacione. Me kalimin e kohës u informova disa herë, ndodhesha në momentet e duhura me njerëz të dur që u informova më shumë. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Si do të ndodh, si do të bëhet më vonë televizioni sipas jush? Çfarë mendimi keni? Mbajini mend, së shpejti do të jenë device-et, pra kompjuterat ose si telekompjuter, si mund të quhet, do të jenë në trupin tuaj, do të jenë ose me holograme që do shohësh edhe tjetrin nga ana tjetër, që mund të jetë
mijëra kilometra larg, do ta shikosh ashtu siç një njeri që shikon nga afër. Dhe kjo do të arrihet brenda vitit 2050, mbajeni mend këtë. Pra ka shumë gjëra që njerëzit nuk e kuptojnë, por që janë projektuar prej vitesh. Megjithatë, pres komentet tuaja, kalofshin ditë bukur.